Mirëmbrëma, mirë se erdhët në Now, mirë se erdhët në Euronews Albania. Vëmendja e kësaj mbrëmje është në Prishtinë. Pas pak minutash luhet Kosovë-Turqi, një ndeshje shumë e rëndësishme për të dyja skuadrat. Në stadiumin Fadil Vokri është në lojë ëndra e madhe e botrorit. 90 minuta na ndajnë nga ëndra, 90 minuta nga mrekullia, 90 minuta nga historia. Për Kosovën nuk është vetëm një shans për të shkuar në botror. Është mundësia për të parë e për ta njohur e gjithë bota. Është ndoshta momenti më i rëndësishëm që pas shpalljes së pavarësisë. Përballë ka një ekip me eksperiencë si Turqia që është mësuar me ndeshje të këtij niveli. A do të jetë Kosova hirushja e këtyre eliminatoreve, ndërkohë Shqipëria mbetet jashtë skenari pas humbjes ndaj Polonisë, një rezultat që do të analizohet gjatë dhe do të analizojmë dhe ne sot në studio. Ne do të jemi bashkë në këto 2 orë për të ndjekur gjithçka, nga atmosfera në stadium, tek analiza në studio, tek reagimet nga Tirana dhe Prishtina. Forca Kosovë, forca Shqipe. Unë fillimisht dua t'ju prezantoj me panelin e të ftuarve, më pas do shkoj në disa lidhje direkte. Kam kënaqësinë të kem në studio zotin Eduard Zhupa, specialist futbolli, ish trajneri Partizanit dhe Dinamos. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Kënaqësi që ju kam këtu dhe që keni zgjedhur ta shihni ndeshjen me mua sot një herë mbi të gjitha. Kolegja ime nga Euronews Albania, Esmeralda Mulej. Esmeralda, mirëmbrëma. Mirë se erdhe. Erion Halili, gazetar sportiv. Mirëmbrëma Erion. Shumë kënaqësi që je këtu. Megi Beshello, gazetare Vision Plus. Mirëmbrëma. Mirë se erdhe. Eduard Ilnica, gazetar sportiv. Mirëmbrëma zoti Ilnica. Shumë kënaqësi që jeni këtu. Do shkoj menjëherë në Prishtinë, në Kosovë, në stadiumin Fadil Vokri. Aty më pret Ervin Baku, gazetar, analist sportiv. Do ta kem në lidhje telefonike zotin Baku, sepse interneti nuk është i mirë në këto momente, ai ndodhet brenda stadium. Baku, mirëmbrëma. Mirë se erdhe. Nuk e dëgjoj Bakun akoma. Okej. Baku, mirëmbrëma. Ka një problem me linjën, kam përshtypjen, sepse edhe Baku, edhe kolegu im tjetër i Euronews Albania, Kosovë Gjoci, ndodhen të dy brenda në stadium dhe sigurisht për shkak të pjesëmarrjes së lartë, ka shumë shqiptarë që kanë shkuar edhe jashtë stadiumit që po ndjekin ndeshjen nëpër fanzonat e ndryshme dhe interneti nuk është i mirë. E kam Bakun? Baku, mirëmbrëma. Se unë zhurmën e stadiumit e dëgjoj ndërkaq, vetëm Baku nuk po e dëgjoj. Okej, në të kundërt, po kalojmë tek koleget e mia, kam Lediana Braçen. Lediana është në Tiranë, në një nga zonat e Tiranës. Nuk e di, do na e thot Lediana më saktë se ku ndodhet. Lediana, të kam? Ku ndodhesh Lediana dhe më përcjell pak nga atmosfera atje? Përshëndes, atëherë unë aktualisht ndodhem tek stadiumi Air Albania në një fan zonë fakt që është krijuar këtu nga tifozët për të shijuar dhe për të ndjekur ndeshjen mbrëmjen e sotme. Duhet thënë që në fakt aktualisht që flasim motin e kemi favorit, nuk kemi reshje shiu, kështu që ka një pjesëmarrje më të lartë të tifozëve të cilët janë mbledhur sot për të ndjekur ndeshjen dhe mezi po presin për të filluar. Megjithatë, unë duhet marrë disa nga emocione, disa përshtypje të para për sa i përket ndeshjes se si do të shkojë sot Turqi-Kosovë. Po provojmë çuna që kemi këtu afër, si jeni? Mund të kemi një koment nga ju se sa do dalë sot ndeshja? A ka një shkëputje dhe lidhja me Ledianën për fat të keq. Okej, po Matilda Brown e kam, edhe Matilda duhet ndodhet në Tiranë në një zonë tjetër. Çudi Esmeralda që nuk ka fan zona si në Kosovë të paktën. Si duket... Nuk kanë krijuar fan zona. Ndjesem thot regjia që e kam Bakun. Baku, mirëmbrëma, më dëgjon? Jo, nuk e dëgjoj Bakun ende, regjia. Esmeralda, si ka mundësi që si janë krijuar? Jo, ndjes, ka një problem audio me Bakun. Ndjes. Si ka mundësi që s'kan krijuar fan zona në Tiranë? Po, kam përshtypjen ende nuk na ka dalë zhgënjimi nga ajo humbje me Poloninë dhe nuk e kanë marrë shumë seriozisht. Krejt e kundërta ka ndodhur sa herë ka luajtur kombëtarja ndeshje kaq të rëndësishme. Prishtina ka qenë zjarr, Maqedonia e Veriut, Shkupi ka pasur hapësirat e veta. Me sa duket në Shqipëri, duke qenë se luan edhe Shqipëria një ndeshje që është më shumë miqësore, nuk është se i kanë kushtuar atë... Si kanë kushtuar shumë vëmendje, po është historike për Kosovën kjo ndeshje, apo jo?
Kjo është historike për gjithë kombin shqiptar. Për gjithë kombin, patjetër. Jo, them është historike për gjithë kombin për te aspektit politik që mbartë kjo ndeshje për Kosovën, sepse do jetë një ekip shqiptar që për herë të parë kualifikohet në botror, se ne nuk kemi qenë kur, kemi qenë dyren europian si Shqipëri, po si shqiptarës kemi shkuar kur në botror, dhe në aspektin sportiv, kjo është ndeshja më e rëndësishme për një kompeticion kaq të madh siç është Kupa e Botës. Esmeralda, të të bëj një pyetje, sot ta pyes dhe panelin. Mendon që janë pak thellë, pak xheloz shqiptarët e Shqipërisë për Kosovën sot apo ja? Unë mendoj që është federata politika, apo shqiptarët e Shqipërisë një pjesë e madhe kanë ikur në Kosovë, Erla, apo bashkë po e diskutonim që sa qef do kishim edhe ne të ishim sot në Prishtinë. Autokolonat me makina sot kishin pushtuar rrugën e kombit drejt Kosovës, dhe jam e bindur që janë me mirë ata që sot kanë shkuar për ta ndjekur, dhe pse nuk ka bileta, biletat janë shitur 3 ditë, me njerëz sa kanë dalë në shitje, 3 ditë përpara se të luajë Kosova me Slovakinë janë shitur biletat. Pra, si ka mundësi që janë shitur biletat? Ka ndodhur diçka me biletat apo vërtet janë shitur? Jo, janë shitur sepse të gjithë do donin tani. Edhe pa e ditur që Kosova do fitonte lojën me Slovakinë. Stadiumi i Kosovës mbushet gjatë gjithë kohës kur luan përfaqësuesja e tyre. Ndeshja prap do të zhvillojë, edhe siç po zhvillohet ndeshja jonë me Ukrainën, prap do të zhvillojë ndeshja, dhe natyrisht përballë një kundërshtari siç ishte Slovakia, nuk ishte një kundërshtar i lehtë, dhe Kosova është një përfaqësuese vetëm 10 vjet ka që është njohur nga FIFA dhe UEFA. Pra, ligjërisht përfaqësuesja e Kosovës është vetëm 10 vjeç. Kështu që domethënë natyrisht dëshira për ta parë. Vetëm 10 vjeç, ama po ka arritur deri në këtë pikë. Se unë ta lexoj emocionin ty edhe në sy, në mimik. Kjo do të thotë që ata fëmijë 10 vjeç që lindin talent. Lindin talente. Do ta provojmë edhe një herë Ervin Bakun nga stadiumi, me që ka dhe pak minuta para se të nisi ndeshja, në të kundërt pastaj do lidhemi me gazetarët tona. Mirëmbrëma Baku, më dëgjon? Unë e dëgjoj audion e stadiumit, vetëm Baku nuk e dëgjoj, në fakt. Mirëmbrëma Erla, mirëmbrëma. Mirëmbrëma Baku, më përcjell pak nga atmosfera në stadiumi që je aty brenda. Ç'po ndodh? Është një ambient, një atmosferë elektrizuese, Erla, sepse Kosova ka takim me historinë dhe Shqipëria ka takim me historinë, sepse Kosova është zemra e Shqipërisë, dhe këtu është një ambient i jashtëzakonshëm. Stadiumi është mbushur plot, nuk e ku të mbulësh një gjilpër. Një gjilpër, është mbushur me shqipe. Me shqipe më shumë. Tanë plaqojnë, ta prekin ëndrën amerikane dhe të shkojnë në botror. Baku është mbushur më shumë me vendas, me shqipe, me shqiptar, më shumë se sa me tifozë që kanë ardhur nga Turqia, apo jo? Po. Ato kanë vetëm 5%. Po kanë ardhur sot 12 avion nga Turqia paradite, sepse është bërë një fan zone në sheshin Nën Tereza, dhe... Po, Baku? 12 avion nga Turqia, thot Baku, kanë mbritur Ka një ditën e rregullore për sa sotme. i përket stadiumit, 12.500 stadiumi i Prishtinës, nga këto 5% që është diku ke 650... Vetëm 5% që kanë zënë... 5% që janë bazë të rregullores FIFA-s dhe të UEFA-s, po. Pra, dhe kjo është pozitive për... Varet se çfarë tifozësh kanë sjell ata. Kurse pjesa Në tjetër... çfarë do thuash që do varet çfarë tifozësh kanë sjell? Hakan Shukuri, futbollisti më i mirë i Turqisë, na doli që e kishte gjyshin edhe babain shqiptar, kështu që mund të jenë dhe shqiptar nga Turqia që vinë për të parë ndeshjen. Dyta ka dhe pjesëmarrje shumë të lartë nga Tirana, rreth 20.000 veta kanë shkuar në këto momente në Prishtinë. 20.000 veta nga Shqipëria drejt Prishtinës. Të konfirmuar, domethënë që kanë kaluar, që kanë kaluar kufirin në Morin. Kjo është domethënë do jeti festë e madhe për sa i përket organizimit, qofse ne do e prekim kampionatin botror, mbi të gjitha domethënë është kombi shqiptar. Ndoshta kjo është arsye që është pak më e boshatisur Tirana se sa do të shkuar të gjithë në Prishtinë për të festuar. Unë pas edhe shumë nga domethënë nga tritë e Kosovës sot këtu në sheshin Nën Tereza në Tiranë, që kishin ardhur dhe ata në ekskursion për ta festuar, për të bërë një mix, domethënë, ndërmjet Prishtinës edhe Tiranës. Mendoj që do jetë, domethënë, përveç një ndeshje shumë e bukur, edhe nga ana emocionale, po dhe nga përgjegjësia për dalë në kampionatin botror, por do ketë edhe një festë të mbar shqiptarëve, qoftë në Kosovë, po qoftë edhe në Tiranë. Ja, se do t'ju pyes për pritshmëritë e ndeshjes, po meqense sa të lidhem edhe me Ledianën edhe me Matildën